Hoxha, në çfarë shkallë duhet të jetë përurësia ndaj prindërve? Duke pas parasysh shembujt e të parëve tonë të mirë, po edhe para islamit, sesion sjell edhe e marrim vesh e kuptojmë se çfarë shkallë duhet të jetë, ato që do t'i tregoj nuk janë diçka jashtëzakonshme, janë të jashtëzakonshme nga kjo perspektive ynia, sepse shumë larg jem këtyre gjanave, këtyre ndjenjave, i bontoni mbrana familja. Për fat keq, deshtë më nuk deshtë me pranu, kjo është realiteti. Por elhamdulillah, hala ka, do shta ju në atë shkallë, mirë po të muslimant, besimtar, praktikant të fesë, kjo është nivel, elhamdulillah, jo sa duhet, sa keme dalë para Allahut, Allah e vlerëson. Po nuk është sikur ata, evident është kjo, cilët nuk janë në islam. Po nuk shihen me ditë, me javë, po mendoj jo muslimant, tash këto nuk mundu me marrë na shembull edhe me mundu me imitu ata. Po na duhet me imitu, tash do të shojmë shembujt cilat do të vijojnë. E ceka ajetin në fillim, o kada rabbuke, la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Bil walidayni ihsana. Allah ka pre urdhër prerë, po i drejtohet. Ima jeblughen indeke, nëse arrim plesin të ti, kujna po i drejtohet. Muhamedi alayhis salam. Në këtë ajet. Ky ajet është shpall në Medinë. Muhamedi alayhis salam, si fëmi, babën se ka pa, kur ka qenë bak nënës vetë, ka vdek baba, si 6 vjeçar ka vdek nëna, prej 6 vjeç, pra këtu, ky ajet Allah alem, dikun 40-50 vjet, 45 vjet, pas vdekjes prindve, ju ka shpall. Se po i drejtohet Allahu, ti dush me respektu prind, kur nuk ka prind. Përmes Muhamedit alayhis salam, neve po na urdhëron Allah. Ka pas prind. Edhe po i thot atë fjalë që nëse arrim pleqërinë e cekëm as u mos me cek. Mos me shqiptu, edhe pa e shqiptu. Atë mos pajtueshmëri, mos ndëgjueshmëri, mos respekt, as mbranda në zemër nuk guzon me pas. E dim hadithin Buhariu Muslimi transmeton, men kane qablekum, thot ata që kanë qenë para jush, 3 vetë që kanë dalë në udhëtim, edhe kanë zonë nata, ka transmetimi edhe ka fillu me rashi, kanë hynë në shpel me ustrehu, edhe me pushu. Por, Allah ka desht, ka ra një ras e madhe e gurit, edhe e ka mbyll hyrjen e shpelës. Kanë mundu me largu, s'kan pas fuqi me largu. Pra janë nguju, kanë met. Njenit prej këtyne 3-ve, një propozim thot e komune. Ka është ajo? Ti lutemi Allahut, subhanu wa ta'ala, me veprat të sinqertat, cilat veprat na kujtojnë kemi bu vetëm për hir të Allahut. Edhe Allah përmes veprave tona me na hap derën edhe dalim prej shpellës. Nuk po i ceku të 3 vetëm të parin. Thot, o Allah, ti e din se unë e kom pas prind. Edhe kom pas dele. O Allah, kur, as një dit, nuk e kom këthy principin, kur jom këthy, i kam mjel delet, shumështin, njëherë prindve e kom dhonë pasaj fëmive. Kur se kom këthy këtë regull. Por një dit, duke kërku kullosa, pak shkova ma largë. Sa shkova dhe u ktheva, u vonova. Kur erdha, kishte kaplu ersira, dhe prindë ishin në gjumë. Une e kam jel edhe tasat ndorë me qumsht. Kur erdha, ata po flajnë. Ndërsa, fëmija po qojnë, janë urit, po kërkojnë qumsht. Tash, une isha në dilemë. Më i dhonë fëmive, me thuj principin, a me prit me u zhu prind. Se edhe kështu po më dhimen me i zhu. Edhe ka vendos me prit, deri sot zhu. Edhe tek më gjenë si jonë zhu, kë qut, mija duke qajt, edhe po pret me tasat të qumshtit në do. Do Allah nëse kombo këto për hirë të ondin, në hap daljen prej kësaj shpele. Edhe ka lëviz guri, po jo mjaftushëm për me dalj. Pra me ndo këtë gjest. Po e shumë se qëfar, deri ku shkon, respekti prindve. Ebu Hurajra radiallahu anhu,
kur nuk ka dalë pa u lajmëru nanës së vetë. O Allah, o nanë, a je mirë. O Allah, më shëroja nanën time. Ashtu qysh më ka më shiru kur kam qenë fëmi. Në qka po aludon? Po aludon në ajetin vijus që thamë në surë Al-Isra, ku Allah thot, o kada rabuke la ta'budu ila iyahu bil walidin ihsana, vazhdon pasaj, edhe thamë fund, po ko lehuma qawlan kerima, thuja atyne fjallë të buta, fjallë të cilat japin harmoni, lumëturi, e disponojnë, edhe vazhdon pas ajeti, wahvet lehuma gjenaha dhulli minin rahme. Lëshoje krahun ton të për ullësis nga mëshira dhe i tyre, me kur rabir hamuhuma kema rabajani sagira. Edhe thuj, bon dua, pra dhe po na urdhon Allahu, me kull, thuj, bon dua, të të shumë duan. Njerë, qka po thot, para mendo, gjenah është krahu, me pas në krah, si kur shpest, edhe me lëshu, krahun e për ullësis dhe prindve. Mine rahme, prej mëshirës. Krejt poshtë duhet me ra për prind. Krejt poshtë bim. E lëshoj me pas mundësi, s'ka të ka atras, s'ka i ka thonë, edhe lëkurën me rjep që shkel për mi lëkurë time, o bab, o nan. E kjo duhet jetë prej, mine rahme, prej mëshirës ndaj tyre. Ve kull, edhe thuj, Rabbir hamhuma, bondua, o zët, më shiroj ata, kema rabbajani sagira, ashtu qysh më kanë eduku, më kanë rrit, më kanë më shiru, kur kam qenë i vogël. Pra edhe po e thot e bërojre, duke aludu në këtë ajet, në naime Allahu të më shiroft për atë edukat të cilën më ke thonë edhe më ke më shiru kur kam qenë i vogël. Po kane birren validej, cekët, në moment e cekë Allah në Kuran për Jahjan a.s. Kur nuk ka dalë për shtëpis, pa ju, pa e përshëndet prind, dhe kur nuk ka shku me fet, prap pa i përshëndet prind me puthje në balë. Kjo do me thone madhe, me i puth në balë, me i përqaf prind. Kjo do me thone të madhe. Kjo i jep atë harmoni, atë disponim prindve. Më kujtojt Allah më shroft azën tim, për një plak të regojke, janë taku 2 vetë, këj plaku me një 3, edhe po e pyt këj plaku, po thot, si ki prind, ajo në mirë elhamda, apo i ushqen, tash është tonë qysh, ka mërë qysh, nuk bashkë jem, qka honë, edhe ata honë, bashkë, thot nuk më kuptove, nuk është këj ushqim për qka të pyta, kjo ka ndodhë të na. Ushqimi i ti për prind është babë, non, a i një qumë, a i një mirë, si keni fjetë, a keni mujë për diqka, a keni do një dhimbje, a do një dikun me ju quë. Interesim për gjithë shumë i tregu, për prind, kjo është ushqim. Me këto e ushqim prindin. Pa ma parasysh, që ka ham prej haja edhe pije që ka është. Kjo është ushqimi ma kryesor. Kjo është aj disponimi cilin ja jep prindve. I kam pyet Aliun radiallahu anhu, si sillet me ty Hasani, biri yt. Ka tregu 3 veti. Ka thonë, kur të ecim rrugës bashk, nëse ecim ditën, a i ecë mrapa meje. Nëse ecim natën, errësirë, a i ecë para meje. Pse ditën mrapa, mos me dalë para babës? Pse natën errësirë për para? Nëse ka ndo një gropë, ka ndo një gure ose diçka, unë të lëndona, jo baba jam. Kjo e para. E dyta, gjatë ngrënies së ushqimit, kuptohet çdo njeri preferon doni ushqim diçka ka ma tepër që e don. Nëse ka qenë në sofër doni ushqim të cilën e du, ai e ka vrejt Aliu. Po bot kishe po han, dhe të ngitë se mos me hargju, o tutë se nëse edhe unë e ha, ndoshta nuk jetë babës. A let ngihet njerë, pas taj kur e shotë se ngi, unë e qater filloj me hungër. Po vetëm e ka zgjatë dorën, kështë e po mërë diska, ose pak diska ka marë. Edhe, kur kena qenë bashk, nëse kam qenë une poshtë, a i kur nuk ka hymë terasë, në shtëpi. Mos me qenë për mi me je. Kështu selefi e kam pas, këtë ka shumë shambuj, ka shumë shambuj. Shambull edhe një prej selefi, prej të batabinve.
po e njek, po mundohet me nxon akrepin, e dim akrepi është një marimbang shumë e rrezikshme, e ka helmin shumë të rëndë, edhe tu e mundu me nxon, thot hyni në një plasaritje në një vrim të vogël në mur. Dhe ky e ka shti dorën me mbyll atë vrim, dhe ka kafshu akrepi. Pse bune këto? U tuta ma vonë mos po del, e nonën e kom plak, është duke fjet, mos po e kafshon në gjumë. Mu letëm kafshon ju nonën time. Kështu kanë qenë ata të parë tonë, me këta shembuj, kështu duhet të jetë edhe kush i ka gjallë, sjellja e tij ndaj prindve.